Aktivisti politik në Serbi, Miodrag Kapor, ka nxitur tensione gjatë protestës së mbajtur të shtunën në Novi Sad, pasi ka shpalosur flamuri kombëtar shqiptar mes turmës së protestuesve. Sapo flamuri u pa nga pjesëmarrësit në protestë, situata u tensionua, duke rezultuar në shtyrje dhe thyrje verbale ndaj Kaporit, i cili më pas u nxorr me dhunë nga turma. Ai e solli flamurin shqiptar këtu për të tallur me ne, citohet të ketë thënë një nga protestuesit. Pas incidentit, Kapor ka deklaruar se ka dhënë dëshmi në polici, duke sqaruar se me vete kishte pasur edhe një flamur kroat. I solla një flamur të Shqipërisë dhe një të Kroacisë. Dua të jemi qartë, këta flamuj janë simbole zyrtare të njohura nga këshillat e komitetit në Serbi. I solla sepse studentët kanë thënë se këta janë flamujt që mund të sillen në protestë, ka deklaruar Kapor. Ai shtoi se qëllimi i tij ishte rritja e tolerancës dhe unitetit mes protestuesve. Siç e kemi parë edhe më herët, flamuri bosnjak shfaqet rregullisht në protesta. I sollën këta dy flamuj për të promovuar tolerancën në mënyrë që të gjithë të jemi bashkë në këtë luftë, theksoi ai. Protesta në Novi Sad u mbajt nga studentët dhe qytetarët që vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për vdekjen e 16 personave, të cilët humbën jetën vitin e kaluar si pasojë e shembjes së një streje në stacionin e trenit. Demonstratat janë shndërruar në simbol të pakënaqësisë qytetare ndaj institucioneve, duke kërkuar përgjegjësi dhe transparencë për ngjarjen tragjike. Veprimtari Halil Geci ka publikuar një video të aktivistit të LDK-s nga Mitrovica, Ramazani Strefi, duke kritikuar ashpër politikanët që kërcënojnë kryeministrin Albin Kurti dhe përbuzin integritetin e Kosovës. Në veri, Strefi i quan këta politikanë rrugaç dhe hajnë, duke theksuar se veprimet e tyre kanë dëmtuar vendin dhe favorizuar interesat e huaja. Geci u bën thirrje opozitës dhe LDK-s që të dëgjojnë mesazhin dhe të reflektojnë mbi qëndrimet e tyre ndaj veriut. Në vijim postimi i tij plot: Ju të rrugës së re, mos luani me atë, dëgjojeni Ramazani Strefin, zë nga veriu që nuk mund të injorohet, dëgjojeni me vëmendje këtë video. Këtu nuk janë fjalë të rastit, por fjalë të një aktivisti të LDK-s nga Mitrovica, Ramazani Strefi, i cili flet nga përvoja dhe nga realiteti i veriut të Kosovës. Këto video duhet të dëgjojë opozita e sidomos LDK-ja, por edhe të gjithë ata që sot shtiren si patriot, ndërsa dje thoshin se veriu nuk është Kosovë. Dëgjojeni, o ju me ndërmdhenjë general kakat që kërcënoni kryeministrin me gjuhë dhune, me rrahje dhe zvarritje, ju që Albin Kurtin e quani Cernagor dhe thoni kin se ai s'ka asnjë varr në Kosovë, ndërsa ju pas keni. Kjo gjua juaja e rrugaçëve të rrugës nuk është as trimëria as abde dashuri. Ajo që thoni ju është thjesht një puthje bythe që e bëni, por s'keni byth ta bëni. Me këtë fjalë, po mundoheni të friksoni Albinin, por këtij Albini as që ja ha kalemi për ju. Ju me veprimet tuaja, hajnit dhe poshtërsitë e keni shkatruar Kosovën dhe e keni shitur veriun. Dje ishit bith e shtjerrët, sot jeni bërë milioner. Ju që kërcënoni Kurtin e Shani e quani tradhtar rus, grek, vetëm se ai e ktheu Mitrovicën, që ju dje ja jetësua tamanetin në Rankovicit. E Shani vetëm se Albini u aprishi kumbarin dhe bizneset me Serbin, ju që e plut Rusin bjuar në Ibrit, kini arsye të Shani se kufirin Kurti e zbriti në rashk.